dashur fermerë dhe fermere. Fermat tuaja falimentojnë, sepse Edi Rama ka vendosur sistemin fiskal që i falimenton ato. Sepse fermerin Kosovë, në qoftë se qeveria njoftoi se në Tiranë ka përcaktuar 52 milion euro për fermerët, që më shumë se gjysmën i vjedhin zyrtarët. Në Kosovë janë 200 milion euro të përcaktuara nga qeveria për fermerët. Dhe numri i fermerëve në Shqipëri është më i madh se në Kosovë. Atëherë, në qoftë se ju doni që fermat tuaja të prosperojnë, çfarë bëri qeveria ndaj jush tani? U hoqi dhe naftën pa aksis. Pra, në fakt, ju s'mbillni dot më tokën tuaj, sepse po e mbillt, po e mbollët, nuk nxirrni me mjete, me mekanizma, nuk nxirrni dot shpenzimet e mbjelljes. Është koha të ngrihemi të gjithë, të vazhdojmë të betejë kundër kësaj të keqje. Ne jemi të vendosur në rrugën tonë, në kryerritjen tonë paqësore. Nikol Ndreca, thirrja ime është protesta pa fjalime, të bashkuar dhe të ngujuar para parlamentit, ditë e natë me deputetët, me popullin, të bllokohet hyrja në parlament, mos lejohet zhvillim e seancash, veç në favorin e krimit të bllokohet hyrja. Nikol, të falenderoj shumë për sugjerimin dhe kjo është një nga format më të shkëlqyera të protestave që ti sugjeron. Ju siguroj se në këtë betejë ne do konsiderojmë të gjitha format e protestave. Ndryshimi, duhet me ndru skem, Berisha, duhet me bloku jetën ekonomike, duhet grev me mjek, farmacist, arsimtar, shëndetësi, noter, avokat, te kategoria e shtresës mesme, aty duhet luftuar që t'i bëjmë bashkë dhe të godasër sistemin. Nëse nuk e bën këtë, tregon se nuk e ke seriozisht angazhimin tënd. Ajo që thoni ju është e domosdoshme. Ajo është e domosdoshme. Por nëse nuk e bën këtë, nuk e ke seriozisht, kjo pastaj është relative. Frika, i nderuar zotëri, është përcaktues sot. Farmacisti nuk del në protest sepse të nesërmen se hap dot farmacin.